Por, profesor Kacani, kam dhe një pyetje konkrete, sepse dëgjuam kryeministrin Rama sot që referuar përmbytjeve, ai përmendi vorbullën atmosferike dhe foli për rryma të nxehta, rryma të ftohta dhe të ngrohta që përplaseshin dhe krijuan një vorbull atmosferike të atashme që absolutisht mund të jetë dhe me siguri është. Foli për kusuret e krimit të ndotis, përdori fjalën krim dhe tha që do të merret masa për këto shishet plastike nqese që hidhen nëpër lumej, që edhe kjo mund të ketë një dos të vet, por nuk foli fare për pjesën, kur analizoi shkaqet e situatës përmbytjeve, nuk foli fare për pjesën e ndërhyrjeve në territor. Ndaj si ekspert që jeni, pyetjen e kam direkte. Këto ndërtimet pa leje, e përmenda pak më herët, kanë a nuk kanë një ndikim në këtë sens? Dhe si është e mundur që kryeministri e injoron fare si situatë? Kryeministri është në një nivel propagande politike. Atij nuk I takon kuptimin që të merret me plastikën e pusetës. Atij I takon që të adresojë projekte madhore, hapësinore, të fusë Shqipërinë brenda sistemit satelitor Copernicus, ku monitorohen të gjithë ujërat, pyjet, zjarret me të gjithë bashkimin evropian. Mos shpikim broçkove që do të çojnë në satellitët tonë. I kemi 2 satelit, o profesor Najer. Ne ato 2 satelit faktikisht teorikisht I kemi paguajnë, po. Mirë do ishte të na e përmendte kryeministri, a na kanë ndihmuar. Nuk janë për territorin. Kesh satelit për territorin, do të thotë që duhet monitorosh shirat nga Greqia, se si po lëvizin edhe si po vinë në Shqipëri. Satelitet që kemi ne janë gjëra tjera, që të kesh satelit të specifikuar për gjeohapësirën, për zjarret, për përmbytjet të ujërat, janë investime akademike, universitare shumë të ndaja. Në të gjithë bashkimin evropian, siç thash, ka një sistem të vetëm që quhet Copernicus dhe universitetet ndryshme bashkëndojnë bashkëdatat. Ne nuk jemi brenda këtyre akteve. Ne nuk dimë se çfarë ndodh jashtë kufirit të Shqipërisë. Dhe shumë fatkeqësi na vijnë brenda. Pra, kryeministri I Shqipërisë duhet merret me atë çfarë I takon nivelin evropian dhe aty ku ne duhet ta aderojmë. Tashti, në nivelin më lokal, duhet kuptojmë që shumë asete të mëdha, siç janë kanalet, hidrovoret, duhet të jenë pjesë sistematike e menaxhimit në shkallë rajonale, por edhe lumenj. Për momentin qarqet tek ne janë gati inexistente. Presim gjatë gjithë kohës emergjencat civile, duhet kenë makineritë e tyre. Mundësisht ne na përgjigjet rajoni Puljes kur ka zjarre përmbytje, nuk përgjigjet Roma, nuk nisen helikopterët ka Roma, nisen nga Pulja, sepse rajoni Puljes është ai që është I përcaktuar për menaxhimin e pyjeve dhe lumejve për rajonin. Pra ne duhet kemi decentralizim gradual. Dhe kur vjen puna tek bashkitë, bashkitë duhet të jenë gjithmonë më tepër tolerante në aspektin e teknologjisë së ndërtimit. Kujtojmë që sot materialet e ndërtimit, si po futet edhe në një sektor, janë komplet një monopol vete, ose do blesh materialet shumë të kushtueshme, ose do marrësh materialet skarse nga lumi I matit, për të ndërtuar një shtëpi me fasadë, me borë gjithë tjerë me radhë, që ka probleme lagështie. Pra që ndërtimin në Shqipëri vuan nga një seri faktorësh. Mos e relativizojmë shumë, por kryesisht lidhet me materialet e ndërtimit, me asetet dhe me keq menaxhimin e informacionit. Nëse duhet të flasim për mbetjet, qyteti Durrësit duhet I çojë të gjitha mbetjet në Tiranë. Mbetjet e lumejve kishte fjalën kryeministri, për hir të së vërtetës.